Në 20 vjetorin e vdekjes së gazetarit, shkrimtarit, politikanit dhe diplomatit të shquar kosovar Rexhaj Surroj, grupi Koha ka ndarë çmimin vjetor për gazetari dhe letërsi. Nga 43 autorë sa kanë konkuruar për letërsi, çmimi është dhënë shkrimtarit nga Maqedonia Kim Mehmeti. Ndërsa juria nuk ka ndarë çmimin për gazetari me arsyetimin se cilësia e shkrimeve të dërguara nuk ka përkuar me standardet e kërkuara. Shkrimtari nga Maqedonia Kim Mehmeti ka fituar çmimin vjetor për letërsi në edicionin e parë të ndarjes së çmimit për letërsi dhe gazetari Rexhaj Surroj. Juria përbër nga Sabri Hamiti, Esrem Basha dhe Bardrugova kanë thënë se për mjeshtrinë e ndërtimit të romanit Vitet e Uritit, ata kanë vendosur t'ia ndajnë këtë çmim shkrimtarit Mehmeti. Për këtë gjini kanë konkuruar 43 autor me 50 tituj, ndërsa shkrimtari është shprehur mirënjohës për dhënien e këtij çmimi, duke pohuar se ka qenë njëri prej nxënësve të Rexhaj Surrojit dhe se e kujton atë më pietet. Unë jam shkrimtar i cili u bë shkrimtar fal për krahjes që ma ofroi rilindja. Mburrem kur e them këtë, ja pse mburrem, sepse mos ishte rilindja, do ta pranoj edhe këtë, unë vështirë se do të arrija aq shpejt t'i kthehem gjuhës amtare për shkak të atij fatit ton të janë kulturor që duhet ta paguajmë, shkaku i shkollimit, shkaku i shumë gjërave tjera. Po kur erdha në rilindje, ase në diçka që se kisha ndruar. Por nuk është dhënë çmimi për shkrimin më të mirë në gazetari, pasi që nuk janë përmbushur kriteret e përcaktuara nga juria profesionale. Për shkrimet gazetareske kanë konkuruar 22 autor me 35 shkrime. Grupi Koha e ka krijuar këtë çmim për të nderuar figurën e gazetarit, shkrimtarit dhe diplomatit të njohur kosovar Rexhaj Surroj në 20 vjetorin e vdekjes. Ishte mu kujtimi, respekti dhe dashuria për Rexhaj Surrojin ajo që na inspiroi që ta themelonim këtë shpërblim me një synim të thjeshtë, që tradita që po nis sot të zgjas me breza e të kultivohet jo vetëm nga pasardhësit e tij, por edhe nga përbërësit e institucioneve që mbase ndonjë ditë do të zgjohen për të kuptuar dhe pranuar se ndër të tjera historia, politika, arsimi, shëndetësia, kultura e diplomacia nuk nisin me ta. Për të gjithë neve një shpreh edhe falendrimin ton, edhe admirimin ton për atë çka kanë bërë, për atë çka kanë. Gjatë ceremonisë është prezantuar edhe një dokumentar kushtuar figurës së Rexhaj Surrojit. Në 20 vjetorin e vdekjes, shtëpia botuese Koha ka ribotuar 5 veprat e shkrimtarit Rexhaj Surroj. Publicisti Veton Surroj ka thënë se botimi këtyre veprave është përpjekje për të frenuar harresën. Ribotimi është ndoshta më shumë një përpjekje për të frenuar atë që është e natyrshme për individin, por jo edhe për shoqërinë, një përpjekje për të frenuar harresën. Individi i ndrydhur me përditshmërinë ose i ndrydhur prej përditshmërisë dhe projektimit të së ardhmës jeton në mpeshën e madhe të harresës. Në fund të kësaj ceremonie, Vesa Luma dhe Kreshnik Alishkaj kanë interpretuar njërin prej këngëve të preferuara dhe të kënduara nga Rexhaj Surroj. Shpërblimi vjetor për gazetari dhe letërsi Rexhaj Surroj është themeluar vitin e kaluar dhe do të ndahet për çdo 22 vjetor. Në vazhdim kalojmë linjën